në historinë e tij. Qeveria kriminale e Tiranës, me sklerit e tij modern, patronazhist dhe ata institucional, kanë filluar presionin. Mirë, shikues të nderuar, jemi duke ndjekur protestën në ditën e saj të 11, protestat në fakt kudo ku ato po zhvillohen në këto momente. Unë jam Armela Ferko, do të qëndrojmë tashmë së bashku në transmetim të drejtë për drejtë deri në përmbyllje të protestës. Është dita e 11, kujtojmë, është ajo ditë kur që ishte deklaruar se njoftuar prej kohës tashmë se do të kishte një protestë mbarkombëtare sot me shqiptarë të ardhur nga trevat shqiptol se kudo ku ata ndodhen në kuadrin e përvjetorit të lidhjes së Prizrenit. E ndjekim live. Nuk e ka problemin me mua personal si individ, e ka problemin si institucion, e ka problemin si një person me përgjegjësi shtetërore i cili bën pazare trojta thellë sikur të kishte fligun e kristaqit. Përsërimet që qeveria bën përmes njerëzve të saj patronaziste, përmes plevëre të tyre në institucione, neve na bën edhe më të fortë dhe më të qëndrueshëm. Personalisht e kam shijuar plagët e lidhjes. Më besoni që janë ato që na bëjnë më krenar se gjithçka. Jemi të këndshëm të sakrifikohemi deri në fund për të dhënë fund fashizmit të kësaj qeverie 35 vjeçare, fashizmit të këtyre institucioneve që urtësinë e këtij populli punëtor e morën për topsi. Ata në shkelën, ata në shtypën, ata në ndanën çdo të drejtë. Dhe nuk ju kam mjaftuar, përveç të shesin popullin, por ne ngrejmë fjalën, për ngrejmë zërin, ata shkojnë a kërcënojnë. Por unë e di adresën nga vjen, ne të gjithë e dim adresën nga vjen. Nëse qeveritarët dojnë ta bëjnë duke prekur familje tona, atëherë ju tregojmë se ne mund ta kthejmë edhe me kanun. Dhe nëse e kthejmë me kanun, ne ta marrim kushtetutin me vete, atje ku do të shkojnë. Pra, revolta nuk vjen nga ne, revolta nisi për shkakun e tyre, agresioni të fillojë për shkakun e agresionit të tyre, dhe çdo gjë, çdo negativ e qytetarisë vjen nga ata që kanë përdorur fjalët më të rënda kundër popullit nëpër turbina dhe në parlament, dhe kjo do të ketë adresë qeverit. Ju bëjmë thirrje dhe zyrave ndërkombëtare mike të shqiptarëve. Të bëjmë presion në qeverit kriminale, të ushtrojnë dhe të mësojnë atyre demokracinë e vërtet, jo fasadat pa medjave dhe krimin mbas tyre. Për ndryshe, ju betonë, jam unë dhe shumë të tjerë, jemi të plotësuar me jetën tonë. Të jetë krenari, nëse të të t'japim kuptim vdekjes tonë, duke luftuar mizori që ka shkelur Shqipërinë të tjerë të